unë kisha shumë frikë, më duke sikur, po da kapja djalin, do më thyej, do më binte, fëmija qante, në nazit e gjumi, se dy ishim tepër të ri, unë studente dhe buri i vjetë, 2 vjetë më i madh se unë, do me thënë, shumë kalamaj nga trut. Kemi patur ndim, sepse në atë kohë ka qenë të tmerrsisht e vështirë të rrisja një fëmijë. Duhet ishe në 7 në punë, në qerdhe do qoje fëmijë në 6:30, mbaj mend djalit tim deri 7 vjeç nuk hante asnjë gjë, e mbante ushqimin natën, gojë, në mëngjes e gjeja gojë të pa. Ishte një fëmijë shumë problematik në të ngrënë. Këtu jam vetëm me djalin 1 vjeç. Këtu isha, domethënë sa mbarova fakultetin. Sa e re. Këtu jam studente, po. Edhe zdinim asë as nga bota, as nga... Dhe mos harojmë, shikote, kur kam lindur unë djalin, me mik shumë madh, me esha 1 kile moll në Hotel Dajti, që ishin për tuajt. Dhe unë ja i pësha qunit, isha vajzë e re, unë më hajë, moj çdo gjë. Unë aja bërthamat dhe lëkurat. A e kuptoni qarë situatë, banane, as nuk flide që s'kishte.